Mbrëmjet e Ramazanit sjellin një pamje të veçantë në qytet. Minaret e ndriquara dhe rrugët e zbukuruara me drita krijojnë një atmosferë të ngrohtë dhe festive që ndjehet në çdo cep. Nëpër rrugë dhe sheshe shihen edhe mbishkrime me urime për muajin e shenjtë të Ramazanit, të cilat shtojnë edhe më shumë ndjenjen e këtij muaji të veçantë. Me afrimin e kohës së namazit të teravive, besimtarët fillojnë të drejtohen drejt xhamive. Familje të tëra, të rinj e të moshuar, hynë në xhami me një ndjenjë qetësie dhe përkushtimi. Oborret e xhamive mbushen me besimtarë. Pleq, të rinj dhe fëmijë qëndrojnë së bashku duke pritur fillimin e namazit dhe duke përjetuar atmosferën e Ramazanit. Pak qaste më pas fillon namazi i teravive. Brenda xhamis mbretëron qetësia dhe përkushtimi ndërsa besimtarët rreshtohen për falje. Në ndritën e minarës dhe hënës së Ramazanit, kjo atmosferë merr edhe më shumë kuptim shpirtëror. Në disa prej mbrëmjeve, besimtarëve ju drejtohen edhe krerët e vendit me një fjalë rasti duke theksuar rëndësinë e këtij muaji dhe vlerat që ai përcjell. Ne gjithë po e ndëgjojmë në veçanti brenda muajit të bekuar të Ramazanit që qëllimi i agjëruesit është të ngrihet në piedestale të larta shpirtërore që na e quajmë devotshmëri dhe takvallëk, e këtë do arrijmë inshallah nëse e kuptojmë me të vërtet Ramazanin si muaj që ne do t'ja shoqërojmë të mirave të dunjas, interesin për me i fitu të mirat e ahiretit. Xhamit janë të mbushura me besimtarë që kanë ardhur për të falur namazin e teravive. Madje në disa xhami, numri i madh i besimtarëve bën që shumë prej tyre ta falin namazin edhe jashtë, në obor. Kjo pjesëmarrje e madhe tregon dashurinë e qytetarëve ndaj këtij muaji të bekuar. Por se çfarë kuptimi ka Ramazani dhe namazi i teravive për qytetarët e tregojnë më së miri vetë ata. Namazi i teravis është shumë një namaz i veçantë, e cila bëhet vetëm në muajin e Ramazan. Përndryshe, ky namaz i teravis ka shumë vlerë të madhe, siç e shihni edhe vetë xhamit janë përplot shumë xhamat, shumë vëllezër musliman, kështu që është një kënaqësi shumë e madhe, nuk mund të përshkruaj ky namaz. Atmosfera e Ramazanit për ditën Shkup nuk ka fjalë që mundesh me përshkruaj. Është diçka e veçantë. Sa i përket atmosferës, nuk ka fjalë, nuk ka. Domethënë është shumë e veçantë. Këtu jam i rregullt tek xhami, ku jetu që këtu ngat, ku bëhet 50 metra. Tash jemi më larg, po që këtu jemi, këtu antar të kësaj xhamie jemi edhe Shkupi është numër 1 me namazë, me kret, me rini, e keni pa në vetë, se që shka qënë. Pse numër 1, çka ka veçantë, çka e bën atë veçantë? Po mendoj 3 më shumë 3 ose pleq, më shumë 3 i përgjigjen, unë kom nipnit, atë në shkollë mesme të 4 klase ka, edhe ju të rregullt, me kretë namazë, me shpi, shka si mbrinë xhamin shpi falin. Ju knaqë, sa unë patëm misafir, që këtë misafir se kom prajt, që ashtu po që unë jom i fshatit Bajon, Haxhi Fadilim kujnë, heman, po erdha edhe unë sa unë që këtoj kom mejkin, e kom shoqën për këtej vendit, pa të është të bëjnë një namaz sa unë një taraveqta. Kure pash juve, Zotë ju shpërblet, shqyqi që keni ardhë, e ne e pravë miftin këto, të zatekne me miftin dalë edhe në fotografi i dolëm. Elhamdulillah, Zotë inshallah na ka pranu, që atë të toma tjetër. Ma me i sësëm dhe bile kur së kom fari, më knaqëm në këto gjinë, kështë për shok të i më matë mirë, knaqëta, qëtë se shka të tomë. Ma mirë më bërë kur, inshallah Allah na ka pranu me gjithë dashamërët, që vetëm mu, po inshallah me gjithë dashamërët. Namazit teravis të knaqë shpirti në mërë është shumë bukur është mu falë, edhe për qatë duhet me e ka dhonë Allah për të madhet. Po gjithë mujnë e Ramazanit unë këtu vinë xhami, këtë xhami e vjetër, edhe ma herët ju në falë, këtu edhe shtash. Për momentin mirë është, besoj që çdo shka është në rregull, Ramazani është një qetësi shpirtërore për ne dhe me të vërtet njerëzit i ndjejnë një aromë shumë më të këndshme, është dallim ka shumë Ramazani kur nuk është Ramazan, shembull sot është Ramazan, nesër nuk ka një dallim tjetër. Besoj që shumë një atmosferë e mirë, sidomos këtu te na me këtë xhami të bukur, është gjithçka është mirë, kena mysafir të plotë, xhallar të mirë, këshilla, çaja. Po për mua personalisht unë vetë përjetoj shumë mirë namazin e teravive, mundona çdo taravih ta fali, mos më ikë asnjë recitatë, thonë, po
me ata mundësi që i kina, besoj që çdo herë, çdo vit, çdo Ramazan e çoj deri në fund. Por inshallah edhe këtë Ramazan do arrijm ta çojmë. Sa jeni të kënaqur me xhamiat, me imamat? Shumë. S'ka fjalë në komentesh aty, nuk mund thosh, nuk ka numër që mund ta caktosh se sa është e kënaqësia e ka. Sidomos me hoxhën tonë të nderuar Orhanin, Molla Orhanin, jena shumë të kënaqur shumë. Me gjithë xhallarët po marr parasysh mos preke dikush, po edhe na pse jena xhamati kësaj xhamie shumë mirë. Ndërkohë imami i kësaj xhamie tregon se xhamia është për herë mbushur dhe se është më se i kënaqur se në këtë xhami vijnë njerëz nga shtresa të ndryshme. Atmosfera është edhe shumë më e bukur dhe xhamia është e mbushur, po edhe stërmbushur. Shpesh ndodh që edhe obori i xhamisë në namazet e teravive mbushet me besimtarë musliman që ta kryejnë faljen e namazit të teravive. Atmosfera e Ramazanit e bën të veten, është një ndër atmosferat më të bukura që e përjetojmë ne brenda vitit dhe sidomos këtu në xhamin tonë Husein Shah është xhamia historike, është osmanlie, ka atmosferë jashtëzakonisht të bukur dhe me kënaqësi vinë edhe mysafir prej largu për të falë namazin e teravis në xhamin tonë. Në fund, këto mbrëmje të mbushura me lutje, qetësi e bashkim e bëjnë Ramazanin një nga periudhat më të veçanta për besimtarët.